shëmbëltyrat e dy regjimeve në Ballkanin Perëndimor, dolën dhe hodhën idenë që mund të pranojnë dhe regjimet. Kjo është sense e thelbi i atij artikulli. Mund të pranojnë dhe regjimet duke e minimizuar Bashkimin Evropian në një bashkësi ekonomike dhe një bashkësi lëvizje. Gjithsesi nuk pranohet kurrë. Pra, çfarë mendoni ju, zoti Shehu, përmes këtij editorialit përbashkët Rama dhe Vučić i bëjnë presion BE-s, Rama i jep oksigjen Vučićit apo çfarë? Unë mendoj janë disa elementë. Së pari Rama kërkon të sinkronizohet me disa figura, disa elementë në Bashkimin Evropian që i frujnë kësaj temporie. Do të them që nuk është Rama dhe Vučić vetëm që i frujnë kësaj temporie. Ka vende që janë me peshë brenda BE-s sipas jush? Në Bashkimin Evropian që kërkojnë ta kthejnë Bashkimin Evropian shpeshherë nga një element politik i gjerë, vlerash, në një element ekonomik shkëmbimesh, apo që të krijojnë mundësinë e afrimit të dikujt tjetër si të nivelit të dytë. Pra një diskriminuese për ata që afrohen. Të thuar që unë do pranohen Bashkimin Evropian me të drejtat sunguara, do të thotë që do të kërkon të pranohesh me parametrat sunguara. Pra që ti s'ke realizuar parametrat e tua, prandaj kërkon të drejtat sunguara. Të drejtat e sunguara janë flasim për parametrat sunguara. Kjo është. Pra, duke u ndodhur përpara kësaj, duke mos dashur, shiko, Rama, Vučić si zëdhënësi, drejtuesit e regjimeve, nuk e duan Bashkimin Evropian, se ata nuk e pranojnë në esencë lirinë, demokracinë, votën e lirë, të drejtën. Nuk e pranojnë të gjë, se po pranojnë të gjë, nuk kam regjim. Bie regjimi. Are kërkojnë të gjejnë sa artifica që të mundohet Bashkimi Evropian të pranojë si një regjim, por duke quajtur bashkim, duke e transformuar Bashkimin Evropian në njësi ekonomike lëvizje të lirë, kaq. Pra, kemi diçka që unë besoj që nuk do të ndodhte kjo gjë realisht, sepse Bashkimi Evropian do bjeri dakord me të tilla elementë që të cungojnë liritë, veprimet, vlerat, unë mendoj se cungohet edhe ridimensionohet shumë rënd Bashkimi Evropian duke humbur rolin e tij kryesor, që është roli i vlerave dhe i lirive. Në dijenin tuaj, ata që mbështesin këtë projekt, ide, këtë propozim të Ramës dhe Vučićit janë lider të vendeve të rëndësishme të Bashkimit Evropian? Shiko, jo se mbështesin këtë ide, po ka kohë që qarkullon kjo një ide për Bashkimin Evropian me dy shpejtësi, për një Bashkim Evropian qendror dhe periferik. Kjo ide nuk është se nuk qarkullon, ka kohë qarkullon, por për nesh e papranueshme. Ne s'mund ta pranojmë të gjë, është diskriminuese ndaj nesh po ta pranojmë. Kjo tregojnë të fusin si regjim. Unë nuk besoj, e përsëris prap. Unë nuk mendoj se Bashkimi Evropian do të arrijë në një nivel të tillë pranimit të antarësisë pa realizuar standardet. Edhe deklaratat e fundit kanë qenë të tilla që Bashkimi nga Brukseli, që pa realizuar standardet askush nuk afrohet. Dhe shikojmë që ka një largim të Shqipërisë realisht, fatkeqësisht, e them me shumë dhimbje këtë gjë, se unë jam europeist totalisht i vendosur i qartë në bindjet e mia dhe nuk shoh rrugë tjetër për Shqipërinë përveç integrimit në BE. Çdo rrugë tjetër do vënë në dyshim ekzistencën e kombit shqiptar. E them qartësisht, vënë në dyshim ekzistencën e kombit shqiptar, sepse të tilla janë interferencat e jashtme në Ballkanin Perëndimor, që nëse ne nuk bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian, neve rrezikohet të ç'bëjmë si komb. Pra, kjo është e vërteta. Prandaj në këtë mënyrë unë jam krejt kundër kësaj gjëje dhe unë besoj se shumica e gjermanët janë krejt kundër, ju e keni parë qendrimet gjermane italiane janë krejt kundër. Edhe pse Melonin e ka motor Rama, edhe Italia është kundër? Shiko, Meloni është Italia është një vend demokratik, vend i vlerave. Padyshim qeveria Meloni është detyruar dhe duhet të mbajë që marrëdhënie normale me qeverinë shqiptare, jemi dy vende afër. Italia është partneri jon i madh strategjik, është porta jon integrimit evropian. Ashtu si për ne, për Italinë, ne jemi porta hyrjes në Ballkanin Perëndimor, duhet të jemi shumë të qartë gjë. Ne jemi vendi më i afërt me Italinë në Ballkanin Perëndimor. Dhe unë konsideroj normale mbajtjen e marrëdhënieve të ngushta qeveritare, bile e stimuloj të gjë. Të dy kryeministrave. Edhe Meloni është kryeministre. Këtu është tjetër gjë. Tjera pasaj marrëdhënie ideologjike dhe tjetër problemi pasaj i asaj që unë besoj që Italia do të mbajë një qendrim të qartë edhe për plotësimin e standardeve të Shqipërisë në hyrjen e Bashkimit Evropian. Pavarësisht se Italia dhe Greqia janë vendet më të interesuara në Europë që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian dhe të dyja na kanë mbështetur fort që në 92-shin në rrugën tonë europiane, prapse prapë unë besoj dhe mendoj që ato duhet dhe nuk mund të sakrifikojnë standardet për një vendim pragmatist. Zoti Shehu, të dielën keni protestën e 6 kombëtare në 22 mars edhe me simbolikën e kësaj date me fitoren e parë të Partisë Demokratike.
gjë duhet të presim ndryshe këtë herë, këtë të diel në këtë protestë? Shiko, 22 mars ishte një datë inspiruese për demokratët, jo vetëm për demokratët, po dhe shqiptarët. Dita e kthesës së madhe të Shqipërisë, dita e kalimit të Shqipërisë nga një histori e tërë shumë e gjatë, jetim në diktatura, në pushtime, kemi 500 vjet pushtim otoman, kemi pasaj periudat e mbas liderin deri mbas